duke mbetur se ishte kryeministri Edi Rama, mendoni se Spaku mund t'i shkojë në derën e kryeministrisë vet kreu të qeverisë, duke qenë se tashmë ka në dorë edhe dosjen e Belinda Ballukut? Deri tani se ka bërë, pse do kemi shpresë se mund ta bëj? Ndoshta mund ta bëj një ditë, mund të jetë një goditje e papritur e Spakut. Nuk mund ta bëj. Po të ishte për të bërë, do ta kishte bërë, ka një vit që merret me këtë punë. Nuk e bëj. Sepse Korbit nuk janë nxjerrë syt zotëri. Ka mbarore, mos prisni gjë. Unë zgjidhjen e pres vetëm në qoftë se do vendosin amerikanët që të vinë tynë aty brenda. Po. Dhe të na bëjnë shtet të 51 të tyre. Ndryshe Shqipëria është e mbaruar e falimentuar. Është koloni greko-izraelite. Kaq. Zoti Islami, pak ditë më parë është nënshkruar një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket po themi furnizimit me gaz nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës të Shqipërisë. Dhe kjo marrëveshje është bërë me ndërmjetësimin e ambasadores amerikane në Greqi. Amerikane në Greqi. Po. Në këtë rast është në interes të Greqisë. Ka mbaruar, është në interes të Greqisë. Po cili është interesi në këtë rast? Do me thënë, do ta marrë Greqia nga Amerika, bie fjala 10 lek, dhe do në shes neve 12 lek. Në me që të ne ta marrim direkt në Amerika 10 lek. Ja kjo është ndërmjesi që merr Araçi. Po ka të nevojshme ka Shqipëria që të furnizohet me gaz? Prandaj të thash që është në interes të Amerikës, të Greqisë. Se ne me gaz vazhdimisht jemi të furnizuar, kemi dhe prodhojmë dhe vetë gaz. Tubat e gazit nga Delvina në Ballsh punojnë për bukurie 24 orë në 24. Një mënyrë ne kemi gaz. Po cila është loja greke që luhet në këtë rast? Të komanduar gjithçka. Ka çesin, ka rubinetin. Që do të thotë? Që do të thotë kur i do qefi hap rubinetin, kur ja plotson kërkesa atje hap rubinetin. Kur nuk ja plotson kërkesa atje, për shembull do kërkoj nesër pas nesër të bën një 8000 varre greke aty, të gjasme të ushtarëve grek të vrarë në luftën e dytë botërore. Kjo se ti i thua jo, ai të mbyll rubinetin, ja ka që thjesht, ka ndorë. A ka gjasa që Greqia, nëse fiton ato milje detare për cilat ka pretenduar të arrijë të kryejë shpime në det sa i përket pjesës detare të Shqipërisë? I ka fituar zotëri, ja ka dhuruar Sali Berisha me Lulzim Bashën, do shpoj, do fitoj dhe ne do rrim me gisht në gojë. Kaq. Deklarata që bëri Edi Rama ishte se çështja e detit do të zgjidhet brenda këtij viti. A do thotë se kjo, ose më saktë, a lën në kuptohet kjo deklaratë se Greqia do të ketë iniciativa të tilla për të kryer shpime në mënyrë që të nxjerrë naftë në det? Unë besoj Edi Ramën aq sa që besoj që toka është e sheshtë. Besohet Edi Rama. Besohet Edi Rama. Dhe dreqin mund të besosh, po vetëm Edi Ramën jo. Kështu që nuk e besoj ato, nuk i besoj ato i thotë Edi Rama, janë mashtrimet e radhës. Ky popull gënjet shumë kollaj, kjo mbi keq. Për këtë jam jashtëzakonisht i stresuar dhe i shqetësuar, sepse ky popull u gënjye ka fare lehtë dhe qëndron ajo shpreha e Krushkovit që tha shqiptarët shiten për 5 aspra. Ne vërtet u shit kemi jo për 5, po për 1 fare. Në këtë rast, çfarë interesash po luhen konkretisht nga ana e Greqisë në raport me Shqipërinë? Geostrategjike. Që do thotë? Që do thotë kërkon të marrë gjysmën e Shqipërisë. Po si, në çfarë mënyre? Me të tëra mënyrat. Praktikisht e ka marrë, se ekonominë ata e drejtojnë jug Shqipërisë. Ka përgatitur dhe numrin e nevojshëm të domosdoshëm të emigrantëve, të mirëthem të tyre pakicës kombëtare greke, që i ka bërë tani, i ka çuar numrin në 250.000 me këto deklarime që u ka marrë shqiptarëve, që u ka dhënë të drejtën e
qëndrimit në Greqi, edhe do ta çojë problemin në gjykatën ndërkombëtare. Anglinë ka të parën që do thotë po, është e vërtet kjo kështu, është ka të drejtë Greqia, dhe do t'i marrë. E kanë bërë ato planin do t'i marrë se shqiptarët Shqipërisë i kanë vdekur burra. Ka që thjesht është, i kanë vdekur burra Shqipërisë zotëri. S'ka më burra. Zoti Islamit, kalojmë pak në përballjen mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku nuk po arrihet dot një marrëveshje, madje as nuk ka iniciativa të tilla konkrete për një raund të ri negociatash, dhe nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump e ka kërcënuar Iranin se nëse nuk nënshkruan një marrëveshje konkrete, atëherë do të përballet me sulme. Madje këto e ka shoqëruar edhe me një foto lufte të vet tij pra. Në këtë rast, a mendoni se Amerika mund të rikthehet së bashku me Izraelin në luftime, pra të kryejë një fushatë ushtarake kundrejt Iranit, ashtu siç e pa muajin e kaluar? Atje lufta s'ka ndaluar asnjëherë, dhe ajo është quajtur marrëveshje që kërkon Trumpi, nuk është marrëveshje. Është Iranit i kërkohet dorëzim pa kushte. Iranit i kërkohet që të dorëzohet para amerikanëve, para Izraelit, dhe gjitha i shtetë 1,5 milion kilometra katrore, me një popullsi 19 milion banor, të nënshtrohet 5 rrugecërve që fut. Ndërsa Trumpi e kemi thënë, Trumpi i hyri detit me këmbë aty. Nuk kushtohet Irani zotëri. Të lodhet sa të doj Trumpi. Në qiell të vejës brez tokë, Irani nuk e pushton dot. Është e pamundur. Nuk mund ta bëj. Plus që ai popull është i vendosur që të luftojë deri tek i fundit. Dhe në këtë pikë s'ka që bën as Amerika as Drejtimet e Birit. Mos harrojmë faktorin e jashtëm, që Irani furnizohet me armë moderne nga Korea e Veriut, nga Kina dhe nga Rusia. Dhe s'ka që bën ato sa s'ka qetere ai presidenti i Amerikës për të thënë që rezistoj akoma dhe unë do ta fitoj. Hiçgjë s'ka për të fituar zotëri. Hiçgjë. Do ikin me bisht në qali, ta dini, dhe unë shoh fundin e Izraelit në këtë rast. Zoti Islami, Amerika ka gjasa që të përdor raketën supersonike, e cila quhet Shqiponja e Zez, në këtë rast, dhe bëhet fjalë për sulme të mundshme që mund të kryejnë ndaj infrastrukturës ushtarake të Iranit, në një kohë kur tensionet janë ende në ajër, kur armëpushimi është ende i brisht. A mendoni se Amerika mund të përdor, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mund të përdorin teknologjinë më të fundit kundrejt Iranit për ta bindur atë që tulet në tryezën e bisedimeve dhe të pranojë kushtet që ka përcaktuar më parë qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po qoftë edhe Izraeli? Nuk do të arrit ta bëj dot këtë për arsye se të njëjtën armë supersonike kanë, njëjtën rakete ka dhe Irani që dhënë nga Korea e Veriut, nga Rusia dhe nga Kina. Kanë të njëjtat armë. Nuk ka që bën, po që se do bëhet fjalë për raketat supersonike apo balistike, Irani e ka gjithë një dorë që t'i përdor dhe i ka ato armë. Thjesht Irani lot me Amerikën, me atë Trumpin si macja me miu. Dhe i provokon nervat atë sa e ka bërë që ka dalë nga vetja disa herë, por në fund fitoria i takon popullit të Iranit. Zotëri, me këtë agresion që me këto bombardime kështu makabre dhe terroriste që po bën Amerika dhe Izraeli në Iran, nuk bëri gjë tjetër veçse unifikoi po e them prap 100% kombin iranian rreth qeverisë të tij dhe rreth mbrojtjes për të mbrojtur atë tërësinë e tyre toksore dhe vendin e tyre. Vetëm këtë bëri. Asgjë tjetër s'ka fituar. Kanë bërë atë tjetër që kanë bombarduar qytete, kanë vrarë fëmijë, kanë bombarduar fshatra. Ata atë dinë të bëjnë se atë kanë mundësi të bëjnë në tokë së dot. Po mbajtjet e tyre. Çfarë do të thotë sipas jush deklarata e sekretarit amerikan të mbrojtjes, i cili është shprehur se lufta me Iranin është një luftë gati për ekzistencë, dhe se nga ana tjetër aleatët do duhet të na japin ndihmën e tyre në këtë rast, duke i referuar NATO-s. Ju si mendoni, çfarë do të thotë vetë kjo deklaratë dhe a është vërtet një luftë për ekzistencë?
është luftë për ekzistencë në të dy palët. Irani nuk ka ku shkon më, ka vajtur deri te muri, aty s'ka ku vete. Po dhe Amerika do që të ruaj atë egoizmin, atë egon e saj që shiko se ne jemi të pamposhtur, ne jemi fituesa ndaj këtej. Amerikën diskreditoi Donald Trumpi. I buri faqen e zezë. Hoqi ka bërë që edhe miqt më të ngushtë të Amerikës të fillojnë të urrejnë tani Amerikën me çka një karagjos të kryet shtetit. Ai po bën krim shtetëror, ai është terrorizëm shtetëror që po bën Irani, ai Donald Trumpi në Iran. S'është asgjë tjetër. Dhe nuk është luftë, është një agresion kriminal banditesk që meqense unë kam mundësinë të sulmoj nga ajri, edhe do të shkatërroj. Sa do shkatërroj? More po e them, do vrasi 10 milion iranian, do të vrasi po, do meten 80 të tjerë. Kështu që ata këto llogari duhet i bëjnë mirë. Irani zotëri ka mbështetjen absolute të Kinës dhe të Rusisë. I ka këto mbështetje dhe nuk ja heq dot kurkush.